Referuar njoftimit të fundit të Qendrës Kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore, gjatë orëve në vijim pritet që qyteti Vlorës të përfshihet nga rreshje shiu me intensitet mesatar, deri lokalisht të lartë. Në kuadër të këtij parashikimi, Bashkia e Vlorës, në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, ka bërë apel për vigjilencë dhe kujdes nga ana e qytetarëve, duke kërkuar që të respektohen të gjitha thirrjet dhe udhëzimet e autoriteteve lokale për menaxhimin e situatave që mund të krijohen. Autoritetet theksojnë rëndësinë e shmangjes së parkimit të automjeteve në zonat me risk të lartë përmbytje, si dhe të lëvizjeve të panevojshme në orët me rreshje të dendura për të shmangur çdo situatë të rrezikshme. Bëhet e ditur se grupet e punës dhe njësitë operative janë në gatishmëri të plotë, duke ndërmarrë masa paraprake për pastrimin e kanaleve kulluese dhe sistemet e drenazhit, me qëllim parandalimin e përmbytjeve në zonat më problematike të qytetit. Grupet tona janë angazhuar në teren për monitorimin e situatës dhe do të ndërhyjnë menjëherë nëse do të jetë e nevojshme. Bashkia e Vlorës bën apel që qytetarët të informohen vetëm nga burime zyrtare dhe të raportojnë çdo problematik apo situatë emergjente pranë strukturave të shërbimit publik. Në njoftimin e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, thuhet se, referuar njoftimit të Qendrës Kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore, gjatë orëve në vijim, qyteti Vlorës parashikohet të përfshihet nga rreshje shiu mesatare deri lokalisht intensive. Ju lutemi të tregoni vigjilent për çdo situatë dhe të respektoni thirrjet dhe këshillat e autoriteteve. Jeni të lutur të shmangni parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë. Grupet tona janë angazhuar në marrjen e masave paraprake, si dhe do të jenë në teren në monitorimin e situatës, duke ndërhyrë sipas rastit nëse do të jetë e nevojshme. Institucionet qëndrojnë në gatishmëri, ndërsa qytetarët ftohen të tregojnë kujdes dhe bashkëpunim për përballimin me sa më pak pasoja të kësaj situate atmosferike.